logo ndoshta keni dëgjuar që është aprovuar një logo, ka pas disa ndryshime nga ICMG, nga ekspertët e ICMG, sepse çdo vendim që merr Komiteti Organizativ i Kosovës për lojrat mesdhetare Prishtina 2030 duhet të aprovohet në ICMG. Kjo është rregull. E kontrollojnë ata. Nuk mund të marrë asnjë vendim, ti merr vendime, mirë po aprovimi në fund mirë nga ICMG, nga pronari i lojrave, se pronari i lojrave gjithmonë është ICMG-a. Ne jemi vetëm organizator. Logon e kemi dërguar, ka pas disa vërejtje, të cilat janë përmirësuar me kohë, dhe besoj që shumë shpejt do dalim më zyrtarisht me logon të cilën do ta jetë prezente për lojrat mesdhetare 2030. Takim kemi tash në Taranto, do të jetë takimi dhe atje do të diskutojmë patjetër për lojrat mesdhetare. Edhe atje do të shpalosim edhe të arritur deri në atë moment, deri shtator, kur do të jenë ngushtë dhe shtator praktikisht. Se 21 gusht fillojnë lojrat deri me 3 shtator. Qatë ku jemi atje, do të marrim pjesë në asamble. Në asamble normal që sepse është edhe asambleja. Është asambleja, gjithmonë është asambleja në lojra. Edhe aty flitet normal. Edhe për të arritur ne prezantojmë ato të cilat do të kryhen deri në atë moment. Tash deri që ligji i ri për lojrat mesdhetare është aprovuar dhe është kryer në qeverinë e Kosovës edhe gjithë ato rrugë zyrtare që kanë kaluar dhe gazetë zyrtare dhe tjera. Tash bordi është i ri, në krye me kryetarin e Komitetit Organizativ është kryeministri Albin Kurti. Jemi 13 anëtarë total në këtë bord dhe shpresoj shumë shpejt të fillon edhe mbledhja e parë e bordit edhe të fillojmë me punë. Nuk kemi çka presim, tash duhet vetëm të veprojmë. Unë normal që kam frikë si president i Komitetit Olimpik Kosovës, sepse e di mundin dhe sakrificën që kemi bërë si Komitet Olimpik për mi pru lojrat në Kosovë. Që shumë shtete ndoshta e kanë ëndër dhe shumë shtete ndoshta 4 herë, 5 herë kanë pjekur s'kanë mujtë marrë të lojra. Ne kemi marrë me të parën dhe pa pas deti hiç. Kjo më pak mbërngos, se është mundi i madh, ndjerës e madhe dhe angazhim shumë i madh për me marrë diçka shumë vlefshme me hub për asgjë.